Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit, domethënë për të komentuar rreth këtyre personazheve publik që në fakt po mbajnë mbërthyer audiencën për ekranin. Së fundmi, në fakt ditë më parë, Romeo Veshaj, një nga personazhet më të dashur, më të përfolur, më kureshtar që ka bërë publikun, ka postuar një fotografi nga studioja e tij televizive. Ju e dini shumë bukur që Romeo tashmë ka krijuar një media online, por një media me shumë influencë tek publiku shqiptar, duke i treguar publiku që unë do të kthehem sërish pranë jush, por këtë herë pak më fuqishëm, domethënë pak më ndryshe. Kjo fotografi ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme, domethënë është komentuar jashtëzakonisht shumë. Mënyra se si është ndërtuar kjo studio, mënyra se si ka ardhur formati i emisionit, i ngjajshëm shumë me emisionin të Heidi Baci, domethënë me emisionin e mëngjesit në Top Channel, pothuajse e njëjta tavolinë, pothuajse se i njëjti stil i të ftuarve, i njëjti stil i moderimit, pothuajse i njëjti stil i mikrofonëve, domethënë ka ngritur një kureshtie të madhe se përse pikërisht Romeo duhet ta bën të njëjtin stil të emisionit ashtu siç në fakt e bën Heidi Baci. Dhe këtu janë ngritur dhe pikpyetje të tjera nga publiku, në qoftë se Romeo dhe Heidi vazhdojnë akoma të ruajnë një marrëdhënie apo thjesht Romeo dëshiron akoma, domethënë, që të përçon mesazhet e Heidi ashtu siç ne jemi mësuar të dëgjojmë poezitë e Heidi, të cilat mbajnë shumë shpirt artistik brenda, por përçime të forta të mesazheve të dashurisë, domethënë kundërdrejt një X faktori tjetër në këtë rast. Unë në fakt nuk shoh një marrëdhënie mes Heidit edhe Romeos, mendoj që marrëdhënia e tyre ka patur momentet e pritjes, ka patur momentet e reflektimit, por çifti vet ka përzgjedhur që të mos të reflekton në këtë marrëdhënie, por domethënë ta mbyllën historikun e tyre. Nuk besoj në tradhëti të njëri tjetrit, sepse sot e kësaj dite domethënë akoma nuk ka një shpjegim për këtë ndarje, por gjithmonë ka patur fjalë miradije dhe të mirëkuptueshme të tipit që ne u ndam me mirëkuptim. Gjithsesi, unë mendoj që Romeo dhe Heidi përsëri kanë një pikë për njëri tjetrin në zemër dhe unë do kisha shpresuar që të ketë një marrëdhënie, por për të gjithë ato që në fakt hamencojnë edhe aludojnë, nuk ma merr mendja që ka ardhur si kopjim apo si inat kundërdrejt Heidit, sa unë e shoh domethënë si një lëvizje e cila Romeo e ka ndjerë të tillë dhe ka dashur që të vitë tek publiku. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie?